antari i opozitës, godet një ambasador për shkaqe dhe rrethana intime. Nuk e di, po inshallah gabofsha, por ky ishte për mua pamja e jashtme që unë kuptova. Tani, të merremi me rastin e ligjit, projekt ligjit të Barazisë, unë për mendimin tim të shprehem tek ju edhe sinqeritetin absolut, që kjo nuk ngacmon kodin e familjes, kjo thjesht ka një prapavi që ne duhet të respektojmë të drejtat e njeriut. Nuk e ngacmon, nuk hyn te kodi i familjes? Nuk po preket kodi i familjes. Kodi i familjes e përcakton qartëzi që martesa midis burrit dhe gruas nuk lëkundet, sepse është kod organik, është kod i cili kërkon miratimin e 84 sipër deputet. Pra, në ligjin e barazisë gjinore, unë kuptoj që ka të bëjë me një, do thoja, specifikim të disa ngjarjeve, të cilët mund të përthithen në një praktikë gjyqësore, të cilët ka, do thosha, vakancë për të kuptuar edhe vetë ata të cilët shpikin edhe kodin penal dhe çdo gjë për sa i përket parandalimit të diskriminimit, për të mbrojtur një kategori e cila është vulnerabël. Kështu e kuptoj unë. Pastaj, a do në vërtetën, për mendimin tim është një ligj i gabuar. Pse është i gabuar? Sepse ne diskriminimin e kemi të mbrojtur në kodin penal. Dilti edhe fol për minoritetet të ndryshme, edhe po nuk të mori komisioneri diskriminimit, po nuk të mori prokuroria, po nuk të kalbën në burg dhe të bëjnë model. Pra ne kemi të mbrojtur juridikisht të drejtat e njeriut dhe mos harroni edhe një fakt, jemi ndër vendet të vetme që pavarësisht se mentaliteti jonë lë dhe pak akoma do edhe shumë përpunim dhe lent normalisht për të dëshiruar në disa aspekte, ne kemi një harmoni fetare, ne kemi një paqe në kuptimin e asaj që ne themi të aspektit të komuniteteve të ndryshme, të çfarëdo lloj natyre, pra nuk është se jemi një komb ose jemi një popull i cili pas 91-shit në 2025 do të bëjmë veprime të këqija si popull flas. Qartë. Çdo popull ka edhe pjesë negative të tij, po Bashkimi Evropian e ka përgëzuar. Bashkimi Evropian e ka përgëzuar faktin që u miratuar. Kjo është një mashtrim publik për popullin që të mendojë që ça miratohet në Komisionin Evropian, ne detyrimisht duhet ta aprovojmë. Jo, ky është një mashtrim publik. Nuk ekziston Bashkimi Evropian duke cënuar sovranitetin e vendit, të një popullit. Bashkimi Evropian nuk kupton të njëjtat të drejta dhe detyrime dhe nuk mund të përvalojnë më shumë të drejta se sa detyrime. Dhe mesazhi im është ky, që jo çdo gjë që vendos OKB-ja ose Bashkimi Evropian, ne mund ta bëjmë ligj të brendshëm ku cënon themelet e shtetës së drejtës, themelet e traditave të popullit shqiptar. Dhe mos të harrojmë se zakonet e mira e një popullit janë të normuar në rendin juridik, por vinë në fund fare për shkak se kemi kushtetutën dhe kemi dhe marrëveshje të tjera të ratifikuara me ligj të ndërkombëtare. Prandaj dua të them tek qytetarët që jo çdo gjë që sjell Komisioneri Evropian ose Bashkimi Evropian ose direktivat e Bashkimit Evropian ne duhet t'i aplikojmë menjëherë. Ato kërkojnë një përpunim dhe pasi nga përpunimi të dalin rezultate të duhura, atëherë mund t'i çosh në komision parlamentar dhe të prollohet në ligjin e brendshëm të një vendit. Nuk mund të marrim a priori që do të vendosim çdo ligj për të interesin e një grup të saktuar. Je shumë i saktë nga pikpamja e procedurës juridike dhe unë në fakt këtu do doja të ndalesha në vazhdim të kësaj bisede. Problemi që opozita ka shprehur ka lidhje me mungesën e transparencës në vendimarrje, pra në mënyrën se si votohen projektligjet në komisionin dhe pastaj në parlament me mungesë debati ose pa debat fare. Dhe kjo shtyn edhe ato veprimet e tensionuara nga ana e opozitës. Rasti i këtij projektligji, po dhe rasti i gjithçkaje që ka ndodhur deri tani nga fillimi i kësaj legjislature, nga shtatori dhe deri tani pra. Nderuar, duhet të them edhe një herë tek opinioni publik edhe të ritheksojmë ose më mirë të rikujtojmë se lajmi 3 ditë zjatë dhe nuk kuptohemi. Partia Demokratike është në opozitë që në 2013-ën. Pjesëtarët e Partisë Demokratike në 2018 kanë djegur mandatet dhe kanë lëshuar procesin legjislativ të parlamentit tek zoti Rama. Sot pothuajse
të njëjtat figura janë në drejtimin që kanë ndjekur mandatet dhe sot dalin dhe bën viktim të mënyrës të procesit se si bëhet vendimarrja ose si bëhet konsultimi i projekt ligjeve në parlament. Tani, mos të dalin dhe të na bën viktim vazhdimisht po të njëjtat figura. Në rast se do të ishe ti i nderuar ose unë deputet, sigurisht që populli do të kuptonte që shiko, derisa gjeti këtë situatë, tani duhet përpiqet të bëhet diçka ndryshe për të arritur një objektiv të caktuar. Por, duke qenë se këta janë të njëjtat figura, nuk mundet të njëjtat figura të na dalin në të njëjtën kohë autor dhe të njëjtën kohë viktim. Ju them rastin konkret, Komisioni Reformës Territoriale dhe Zgjedhore. Pse duhet të jetë përsëri Oeg Byrbashi? Nuk kam asgjë me atë unë, po pse duhet jetë ai? Ai nga humbja në vazhdim. Pse duhet të jetë përsëri zoti Gazmend Bardhi, kryetari i grupit parlamentar që dyshonte për zotin Berisha? Dhe vetëm në këto dy fakte është treguesi i qartë që ato që bën sot në publik ata të cilët dikur dyshonin për leadershipin e tyre, nuk duhet i marrin në konsiderat për shkak se ata nuk din të prodhojnë politika kundër regjimit. Pse politika kundër regjimit? Regjimi nuk kërkon ose populli nuk kërkon që ti si alternativë opozitare të shkosh me të njëjtën model si shkon regjimi. Çfarë do thotë? Kur regjimi shkon me vjedhje ashtu siç vet ata të cilët janë pjesë e Partisë Demokratike thënë me një hajdut nuk marrin pjesë, nuk mundet ti zotëri të shkosh edhe të marrësh pjesë në një komision të tillë. Pse? Sepse ai e ka misionin e vet. Ti duhet të ndërgjegjësosh popullin, të frymëzosh popullin, që në rast se ai të thotë ty burr nga mes deri në darkë dhe prishe nga mes deri në darkë, ti duhet t'i japësh alternativë shprese qytetarët që të thojnë të paktën po ky që ka burr nga mes deri në darkë, të paktën ky mua do më japi shpresë dhe do më japi një alternativë. Pra do të thotë që erëni lojrat dhe hipokrizin që ka kapur një pjesë të Partisë Demokratike që nuk përfaqëson opozitën, të jem realist me ju. Përfaqëson një subjekt politik që është Partia Demokratike, por kjo nuk do të marrë në qafë tërësinë e opozitës shqiptare. Dua të diskutojmë edhe një çështje tjetër bashkë. Në opinionin publik është folur gjatë ditëve të fundit pasi zonja Belinda Balluku, zëvendës kryeministre aktualisht, është marrë e pandehur nën akuzë nga prokuroria e posaçme se cili do të jetë po themi fati dhe ardhmja e saj politike, kuptohet në raport me kryeministrin Edi Rama. Si e mendon ti në këtë rast? Pra, do të ketë dorëheqje nga ana e saj apo shkarkim nga zoti Rama për ta paralelizuar pak edhe me rastin e zotit Veliaj? Nderuar, duhet të keni parasysh që në shumë raste që kemi bërë intervistë kam thënë tek ju që zonja Balluku do jetë shumë e vështirë të lëshoj karriken e saj si zëvendës kryeministre, për shkak se ajo edhe sikur të jetë e pandehur ose sikur të merrje e pandehur, nuk më mend datën, por e kemi cituar, duhet një punë e jashtëzakonshme e zotit Rama që të bëjë çfarë themi, atë që bën gjithmonë zoti Rama, që në momentin ku personi i tij është në sitën e spakut, merr një masë paraprake duke e larguar nga pozitat qeveritare. Por në këtë situatë që jemi sot, zoti Rama nuk mund ta bëjë këtë veprim, sepse zoti Rama ka besuar zonjën Balluku nga 2021 e në vazhdim dhe në 2025 e në vazhdim në shtator, duke e vendosur ose më mirë duke aprovuar dhe duke e vendosur atë përsëri në të njëjtat pozita sikur ishin para zgjedhjeve të 11 majit. Pra do të thotë që zonja Balluku ka diçka tjetër që zoti Rama nuk është kaq shumë i aftë të bëjë çfarë veprimin absolut që të bëjë një shkarkim të mundshëm. Por çfarë ndodh? Gjatë gjithë kësaj kohe ju duhet të keni parasysh që zoti Rama ka negociuar me zonjën Balluku dhe thjesht edhe zonja Balluku ka pak kohë të marrë një vendimarrje për veten e saj, por edhe zoti Rama duhet të dhatit pak kohë që të marrë një vendimarrje për zonjën Balluku. Mos harroni faktin se zoti Rama mund ta përdori këtë rast për zonjën Balluku si një mesazh të brendshëm në Partinë Socialiste. Këtu duhet kujdes. Pse duhet kujdes? Sepse zoti Rama mund ta përdori këtë
duke thënë që unë zonjën Balluku e mbaj, sepse për mua nuk është e fajshme për shkak se është në duart e drejtësisë, derisa të dalë vendimi i formës prerë, atëherë unë mundet ta shkarkoj. Por, përsëri zoti Rama nuk do përdori termin shkarkim, po do mundohet që të bëhet termi ose motivacion të jetë dorëheqje, që do të thotë personi vetë jep dorëheqje, largohet nga pozitat qeveritare. Pra, zoti Rama ka dy gjëra që po bën në të njëjtën kohë. Një, për të bindur rrethin e tij që unë nuk largoj dikë, pra nga krahu i tij Erion Velia e grupi që bën pra reflektim dhe bën disa analize dhe thotë na shikon me Ballukun, shiko si bëri Rama e mbajti, kështu do ta mbante edhe Veliajn, por për shkak se Velia është në burg, tani ne përdor mekanizmin e shkarkimit dhe shumë fakte të tjera. Dhe nga ana tjetër, zoti Rama i ka dhënë kohë që jep dorëheqjen që mos të arrijë rastin më ekstrem të shkarkimit. Prandaj, në rast se zonja Balluku qëndron në krye të detyrës dhe është e panderur në këtë fazë që flasim, sigurisht ka rënë moralisht qeverisja e Partisë Socialiste dhe zoti Rama. Pse them këtë gjë? Ju e dini shumë mirë që ne jemi një brez i cili kemi ardhur nga një kulturë ndryshe. Diçka të thonte dikush një komshi tek babai tek nëna, u skuqej për shkak të moralit. Sot nuk ka skuqje apo turp për shkak të vjedhjes. Pra, në Partinë Socialiste, në rast se ti thua, unë do futem për të shkatruar buxhetin e shtetit dhe për të përfunduar i pandehur nga politikani i pandehur, ti je personi që meriton vlerat më të shtuara në Partinë Socialiste. Pra, ka ikur në ADN-n ose në pikpamjen e qytetarëve ajo që themi morali. Pra, në Partinë Socialiste nuk ekziston më morali. Në rast se ti, nderuar, ose unë, jemi burgaxhi, jemi abuzues, jemi kriminal, kemi nivel të lartë të kriminalitetit, jemi njerëz të cilët i duhet një subjekt politik që është Partia Socialiste. Është e vërtet kjo? Nuk është tash e them. Pse? Zoti Tahiri, zoti Ahmetaj, të gjithë këta, zoti Bllako, zoti ky si ka emrin Beqaj, se janë shumë dhe ngatroj tani Dako, gjithë më radh kanë kaluar nga vendi i origjinës tyre politike që është Spaku. Pra, ju mos e merrni këtë fakt të zonjës Balluku si një fakt i cili zoti Rama duhet pastroj. Jo, ajo do të thosha është momenti më i mirë për një parti politike, dhe siç është Partia Socialiste, sepse Partia Socialiste ka ikur nga 2017 në vazhdim, nga ajo çfarë themi, nga traditat e saj politike. Pra, të nderit, të respektit, të asaj që themi të meritokracisë, pavarësisht se ajo ka mëkatet e saj, po ka ikur shkëputur nga realiteti. Pra, je hajdut, futur në Partinë Socialiste, je i ndershëm, më zhdukur nga Shqipëria. Ky është motivi i Partisë Socialiste. Pra, kush sot merret me Partinë Socialiste, dihet që destinacioni i vet është që të përfundojë në SPAK, dhe jo të përfundojnë atë që themi në përfundim të detyrës në shtëpinë tënde ose në profesionin tënd. Prandaj them që zonja Balluku e ka të vështirë të japi dorëheqjen, sepse në fund fare thotë, më fal, Erion Velia, kryetar bashkie, është në burg dhe gjykata kushtetuese e vendosi përsëri në krye detyrës. Jo se shkarkoi dikush, po e miratoi pra kërkesën e tij. Pse unë të shkoj, e cila kam sakrifikuar nga mjezet në darkë, nuk kam parë fëmijën tim, nuk kam parë familjen time, edhe të shkarkohem unë për diçka që çështja është në hetim. Dhe pastaj do të flasim për kualifikimin e veprës penale, histori tjetër. Do të flasim pastaj që kallëzimi që ka 2021 dhe jemi 2025, edhe tani u kujtu prokurorit të marrë masë ndaj zonjës Balluku, tani mos më hap të e lash, pastaj do më thuash ti përsëri flet kundër Spakut. Por këto dy fakte janë fakte të rëndësishme që tregojnë që Spaku ishte vegël e partisë. Pse? 2021 u zgjove ti. Në 2025 pe komunikimet e tij, ç'a bëje gjithsaj kohë? 2021 kishte zgjedhje, 2022 kishte zgjedhje, 2023 kishte zgjedhje, 2025 kishte zgjedhje, edhe le një person i cili dyshohet për veprimtari të ndryshme, s'na intereson çfarë dyshohet, e lej ti të qëndroj aty? Pse e patë guximin tani për të firmosur edhe për të firmosur? Kush? Spaku? Pa mas sigurie. Një kjo, dy,
pa kërkuar autorizim nga parlamenti. Nuk them e dojmë mos patjetër të bëjmë arrestim. Qartë, e kuptoj. Po në rast se dalin prova dhe ti duhet të shkosh te shtëpia ose ti të kontrollosh telefonin, çfarë do thuash ti? Prit se duhet të kërkoj autorizim tani. Pra e kuptoni që SPAK-u edhe në 9 nëntor, edhe në 2021, edhe në 2023, edhe në 2025 në zgjedhje ka punuar për Partinë Socialiste. Është fakt konkret, nuk është thashë them se vetëm të marrësh të lidhësh të gjitha faktet e ti bësh një zinxhir të del qartazi që prokuroria është mbi gjykatat të vjen në mendje direkt kushtetuta e 1976 që prokurorita asaj kohë ka qenë mbi gjykatat. Pra do të thotë që në udhëheqjen politike ata merrshin recetën dhe zbatonin ekzekutimin politik të kundërshtarëve brenda llojit. Qartë. Mirë, avokat, unë të falenderoj si gjithmonë për bisedën dhe për opinionet dhe ekspertizën.